Presidenti Federal Shqiptar Atletikës Izmir Smajli sot në Shkodër për kupën Fethi Dizdari. Duket që Shkodra vazhdon të bëj gara, por të ndërroj figura, çfarë është më e rëndësishme. Patjetër, Federata Shqiptare Atletikës në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe Shoqatën e Atletikës Vllaznia ka nderin me organizuesat për ndërrjet e një figura më të shquar të sportit shqiptar, Fethi Dizdari. Ne nëpërmjet këtyre aktiviteteve përcjellim mesazhe që këto figura të shquara të sportit që kanë dhënë një kontribut jashtëzakonisht madh në atletikën shqiptare, të nderohen, të mos lahen në harres edhe të vlerësojmë kontributin e tyre, sepse vetëm kështu gjëra mund të ndërtojmë të ardhmen edhe sepse janë një frymëzim i madh për shumë ne dhe për brezin e ri. Në javën e ardhshme një kupë tjetër, ajo për Vildan Tufin, ish trajnerin tuaj. Pa diskutim, ka aktivitet që është javën tjetër, do jetë shumë emocionale për mu dhe besoj do flasim më gjatë për profesorin e Vildan Tufi. Si ka qenë atletika shqiptare për vitin 2025, e suksesshme apo prisni diçka më shumë? Mendoj që ka qenë shumë mirë, kena sportista shumë talentuar, normalisht dojnë kohë, dojnë më ambientu, ka nevojë për gara ndërkombëtare. Federatën Shqiptare Atletikës do ta kenë gjithmonë mbështetje. Duhet t'jap dhe një lajm shumë mirë që vitin e ardhshëm 2026 atletika do jetë pjesë e projekteve sportive që do futen në shkolla, konkretisht në qytetet kryesorë që do ketë pista, dhe kështu ne do kemi një pozicion tjetër si federatë, do kemi më shumë masivizim. Kjo është ajo që federata ka marrë sot për sot. Dhe mbet falenderoj edhe një herë Shoqatën e Atletikës Vllaznia për organizimin e sotëm, sepse kisha kohë, po një aktivitet të tillë me kaq shumë fëmijë. Mendoni që ky projekt i ri vitet të ardhshëm do ndikojë për mirë për rritjen e numrit të atletëve në Shqipëri? Pa diskutim. Por për shkak se na nuk mundam me fund tana qytetet kryesore sepse nuk ka stadiume me pistë, do jetë vetëm në Elbasan, Shkodër, Tiranë dhe besoj do jetë në shkolla mjeshtrie. Faleminderit Izmir. Faleminderit edhe ju si media, Gjorgji që përcjellni këtë aktivitet me kaq shumë vlerë.